Sistemi i shëndetësisë në vendin tonë ka qenë në fokus të bisedës së zhvilluar nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha me pacient dhe familjar që vuajnë çdo ditë probleme që shfaq ky sistem. Në fjalën e tij para të pranishmëve, Basha tha se mbi 1 miliard euro janë harxuar këto 4 vite nga qeveria për shëndetësinë. Sipas Bashës, në vend që ti investonte ato në rroga për mjekët dhe personelin shëndetësor, për aparatura dhe investime për të përmirësuar kujdesin për qytetarët, kryeministri Edi Rama vendosi t'u jepte këto para miqve dhe klientëve. Në lidhje me këtë, Basha dha një prononcim të shkurtër për televizionin Rozafa. Është një nga rekordmenet, nuk është thjesht korrupsioni, është krimi i rëndë, sepse kjo rëndon mbi shëndetin e shqiptarëve, por nuk është e vetmja. Në çadrën e lirisë, Basha bëri të ditur se është hartuar një plan me ndihmën e ekspertëve më të mirë europian dhe amerikan për nxjerrjen e shëndetësisë nga gremina ku është zhytur dhe për transformimin e saj rrënjësor. Për Partinë Demokratike, parimi kryesor i këtij plani, që do të shpaloset së shpejti, është vendosja e qytetarit në qendër të financimit të shëndetësisë. Banorët e Malësisë së Madhe kanë shumë më tepër arsye për të protestuar ndaj kësaj qeverie. Kjo pasi ata ndihen të anashkaluar dhe të privuar nga çdo gjë që u takon. Ky është mendimi i përfaqësuesve të Partisë Demokratike në Malësi të Madhe, teksa kërkojnë largimin e qeverisë për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Çdo ditë më tepër shihet një vendosmëri shumë më e madhe. Jena të bindur shumë më tepër në kauzën tonë dhe besoj se këtu jena si përfaqësues të Malësisë së Madhe në shpreh solidaritetin tonë me këtë protestë, me këtë kauzë. Sot, siç ju e pat, zoti Basha për disa të herë po përsërit kushtet e opozicës. Absolutisht nuk janë vetëm kushtet e opozicës, janë kushtet e çdo banori që njihet në vështirësi, që është në këto kushtet këqija, të jetesës vet, po diskutohet tashmë edhe buka gojës. Absolutisht jemi kënaqur në këtë rast që jemi pjesëmarrës, jemi të një republike që po quhet Republika e Re. Jemi njerëz që po japim kontributin dhe po besojmë në kauzën e kësaj proteste. Si në gjithë Shqipërinë edhe në Malësi të Madhe ka problemet e veta. Edhe malësorët kanë shumë më tepër arsye për me protestu, edhe janë të gatshëm me marrë pjesë në protestë, edhe më tepër se që kanë marrë deri tash pjesë, për shkak se njihen të anashkalum, njihen të privum nga gjithçka që atyre u takon me ligj. Malësorët e Malësisë së Madhe besoj se kanë arsye me protestu për shkak gjendjes ekonomike, për shkak të mungesës së shërbimeve, për shkak të mungesës së përmirësimit të jetës tyne. Absolutisht në Malësi të Madhe kanë ndodhur shumë problematika sa po i dallojnë tashmë edhe në minimumin e tyne, në nimin e tyne, për shkak të pikpamjeve, për shkak të rezistencës që ata i kanë bërë gjithmonë kësaj qeverie. Në fakt, malësorët janë përgjigjur shumë, po pamundësia për mi marrë këta në këtu, normalisht i kanë ardhur përfaqësuesit e tyne, por na jena këtu shumë të fuqishëm dhe përçojmë zanin e gjithë malësorëve. Jena të shtash edhe i herë, një në krenar për si pjesëmarrë, si aksioner të kësaj Republike të Re Shqipolinë. Në fakt, Republika e Re nuk është më thjesht një kompleks ligjesh, apo në radhë parë Republika e Re po vjen, po lind nga fryma e re që është kriju. Republika e Re është Republika e profesorëve dhe jo Republika e banditëve si që është kjo që po lan pas. Të gjithë jemi të dhunuar, të gjithë jemi të shtypur nga ky sistem bandit që ka pushtu marë Shqipërinë dhe kryesisht Malësinë e Madhe. Në Malësinë e Madhe, malësorët kanë shumë më tepër arsye se sa gjithë të tjerë të protestojnë. Atje shumë më tepër se sa në çdo vend tjetër të Shqipërisë njihet dhuna dhe presioni i pushtetit dhe uzurpimin e të gjitha fuqat që i ka bërë jetë social-ekonomike kjo kast me plot kuptimin e gojës bandite. Prandaj të gjithë shqiptarët dhe kryesisht të gjithë malësorët, megjithëse shumë të numër duhet i bashkohen çadrës lirisë. Të gjithë bashkë duhet i themi ndalë të keqes që ka pllakos krejt vendin tonë. Çështje ditë, çështje orësh, nuk ka asnjë diskutim që nuk do të ketë kthim mbrapa deri në fitoren e plot
të kauzës të lirisë për zgjedhjet lira dhe në fitoren e plot Partisë Demokratike. Përgjigjja e banorëve të Malësisë Madhe ka qenë befasuese. Megjithse jemi përpjek të sigurojmë disa mjete transportit edhe të tjerëve që s'kanë pas mundësi me ardhur, shumë nga banorët e Malësisë Madhe sot nuk janë prezent. Megjithse sot janë të paktën 1200-300 malësorë, jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të partive tjera të pakënaqur me këtë qeveri që vinë e protestojnë. Në fakt kjo qeveri nuk ka shgënjur demokrat, se demokrat nuk kanë pas as një ditë besim të kjo qeveri. Kjo qeveri ka shgënjur pjesën që i besoj verbrisht dhe i shgënjur totalisht. Prandaj të gjithë malësorët dhe jo të malësorët kanë arsye të protestojnë kundër kësaj qeveri. Pra thirrja ju është që sa më shumë banorët Malësisë Madhe të bashkohen çadës së lirisë. Non stop të gjithë, është detyrim qytetar, detyrim politik për gjithë malësorët të themi të keqes ndal. Sot ma shumë se sa kur ma përpara, nesër do t'jetë shumë vonë, kur e keqja të plakosin gjithë të vend do t'jetë shumë vonë, pra nej duhet zhgull nga rrajt kjo fare keqe. Malësia Madhe ka shumë arsye, Malësia Madhe ka qenë dhe është bastioni i demokracisë në Shqipëri. Mirë po, në të qeverisje kur gjithë shka demokratike thuj sa shkallmua, mi gjitha shpresa e malëcore për t'jetuar në malësi në Shqipëri. Shpres e cila si shdihet tashma mund të rinjallet vetëm nëpërmjet protestave, kësaj rrugë paqësore, por ama demokratike cila do të detyrojnë këtë qeveri të hap rrugë zgjedhjeve të lira. Zgjedhjet e lira dihet që janë institucioni numër 1 për një vend demokratik, një vend që prosperon për liri, një vend që prosperon me shkua atje ku është Bashkimi Evropian, ku është ëndra shqiptarëve prej vitesh. Besoj se do të triumfoj pasi nuk është vetëm e Partisë Demokratike, është kauzë e gjithë shqiptarëve të ndershëm, e gjithë shqiptarëve që besojnë liri, në demokraci dhe në rrugën evropiane, e cila nuk është rrugë e re, nuk është zbulimi joni. Ajo thjesht vetëm duhet të kalojmë nëpër këtë rrugë për të arritur as prosperitet, as zhvillim, atë demokraci që ka sot Evropa e Bashkuar dhe prendimin përgjithësi me kryeShtetet e Bashkuara të Amerikës. Malëqorët janë përgjigjë në masive duke shpresua jo vetëm Partia Demokratike, po edhe koalicioni i djathtë dhe gjithë malëqorët se po rikthehet në ato pozita që Malësia Madhe ka qenë për shumë vite, bastioni i demokracisë në shkallë kombëtare. Gjithë malëqorët që e dëgjojnë vedin se janë ma kesë se kanë qenë para 3 viteve gjys, duhet të bashkohen kësaj proteste, sepse duhet kujtoj diçka, vetëm ata që merren me bujqësi, duhet kujtoj se bima kryesore travajore, Sherbela, e cila ka qenë shit me 2300 lekë kilogramin, sot ka rënë 600 lekë madje me përzgjedhje thujse politike shitet. Zdyti duhani që ka bashkuar 1000-12.000 lekë, sot qitet me 5.000 lekë, 4.000 lekë dhe kjo me përzgjedhje politike ose masak nëpërmjet monopolive të krijuar për vetë shtetet e qeverisë socialiste. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Malësi të Madhe janë të bindur në kauzën e Partisë Demokratike dhe theksojnë se nuk ka kthim prapa, ndërkohë që shtuan se banorët e Malësisë së Madhe janë shprehur të gatshëm në çdo moment për t'u bashkuar çadrës së lirisë.